Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmën dhe emisionin e sotëm do të flasim për historinë e suksesit të firmës Reklameta, e cila operon në qytetin e Kamzës prej 23 vitesh. Për më shumë, le të ndjekim intervistën ekskluzive që dha për ne Alessio Meta, administrator i Reklameta këtu në qytetin e Kamzës. Reklameta është një biznes familjar, i cili u krijua nga babai im që kishte emigruar në Itali. Biznesi ynë ka një larmi produktesh, kemi të bëjmë më shumë tek reklamimi i bizneseve. Ne reklamojmë bizneset e reja, bizneset e vjetra. Kemi një gamë të shumë në adezivash, kemi peçiklazesh. Më shumë rreth adezive janë për shembull materiali i cili ngjitet mas çdo sipërfaqe të mundshme. Kemi më shumë tek pjesa e banave ose pjesa copë që ne përdorim më shumë tek objektet ose material që përdoret më shumë për ambientet e jashtme. Si dhe peçiklazi tek tabela 3D me ndriçim, pa ndriçim. Domethënë ka një larmi, një gamë të shumtë, gjë që e bën idenë e klientit të dalë më në pa, të jetë më kreative dhe më artistike. Po, cilat janë ato sipërmarrje Alessio që kërkojnë shërbimin tuaj? Disa nga sipërmarrjet mund të jenë gati gjitha sipërmarrjet e mundshme. Duke filluar nga kafe bar? Duke filluar po, nga bar kafe, duke restorante, kompani të ndryshme që duan reklamimin ton, ose shumë gama të tjera makinash, për shembull brandim makinash, brandim biznesesh që kanë nevojë për reklamimin. Institucione arsimore private, stenda për to apo jo? Stenda, flamura. Ty operoni vetëm në qytetin e Kamzës apo keni dalë më tej? Ne kemi dalë në të gjitha rrethet gati, kemi punuar edhe në Durrës, në Elbasan, gati në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Këtu ndodhemi në ambientin e parë, njëri nga ambientet e repartet tuaja, ku prisni klientelen, apo jo? Po, ky quhet ambienti i dizenjatorëve, është ambienti kryesor i firmës tonë, pasi këtu klienti jep idenë e tij dhe ideja shfaqet në një formë artistike në kompjuter dhe japim një si tip ideje paraprake si do dali produkti final. Për të rënë dakord midis jush apo jo? Pastaj reparti që vjen pas nesh, cili është? Reparti më vonë janë tek printerat ose pjesa elektricistit, gati gjithë, domethënë reparti i mbledhjes dhe i zhvillimit të punës nga ide e kthyer në realitet. Tu përfshirë banerat edhe reklama ndriçuese, apo gjithçka janë pas nesh? Po, gati gjithçka. Po. Për të përmendur është se këtë zanat e ka mësuar babai juaj kur ka punuar disa vite si emigrant në Itali. Na sqaroni diçka më shumë për punën që ka bërë ai në Itali dhe si e solli eksperiencën e tij nga Italia në Shqipëri për të hapur biznesin sipërmarrjen e tij këtu në Kamës. Ai si fillim ka emigruar në Itali në pjesën para 3 dekadave ku... Pra në vitet 90? Në vitet 90, ku ai emigroi atje për një jetë më të mirë si të gjithë shqiptarët. Dhe ai, momentin që u mundua domethënë të marri një pjesë të profesionit tek një shoku i tij italian. Pra punoi në këtë sektor në Itali, në sektorin e reklamave. Në sektorin e reklamave, në studio grafike. Po. Ku ai punoi atje diku një dekadë, 10 vjet dhe erdhi përsëri në Shqipëri ku e solli biznesin e tij këtu dhe e hapi nga fillimi. Dhe ju në firmën e babait dhe të mamas tuaj punoni prej shumë vitesh apo? Po, unë u bë gati një dekadë që punoj në këtë pjesë, në këtë sektor, këtë studio grafike dhe mendoj që është një biznes shumë artistik, nuk është një biznes për të gjithë. Të le hapësirë për krijimtari, për art, apo jo? Është një biznes që të lejon të shpresh talentin tënd në arte dhe të jesh më artistik. Është diçka që bëhet me pak fjalë, me pasion. Dhe cila është më saktësisht profesioni juaj? Çfarë sektori mbuloni ju? Sektori im është pjesa e studio grafike ose pjesës të dizajnit, graphic designer, ku unë mundohem të komunikoj me klienti me jep idenë e tij, unë i shfaq diçka më realistike, e kthej atë në art, në pak fjalë. Pra ju jeni faza e parë para se të zbatohet dhe të zbatohet ky projekti juaj në ndërmarrjen tuaj, apo jo? Po, para produktit final. Po. Po në makineri merrni pjesë? Po, unë pak a shumë jam pak nga të gjitha. Por më shumë e specializuar jeni këtu? Më shumë i specializuar jam në graphic design.
më shumë tek zhvillimi i produktit, tek printerat, tek freza, gati pak nga të gjitha, si i thonë. Po, ndërsa prindrit tuaj? Ndërsa prindrit e mi janë më shumë tek graphic designi dhe tek menaxhimi i biznesit. Po. Atëre, Alessio, pas sa interviste prezantuese që bëm në ambientin e parë hyrës të firmës Reklama Meta, do të shkojmë në makineritë moderne që ju keni në dispozicion të klientëve për të realizuar këto reklama që i shërbejnë sektorëve ndryshme të ekonomisë shqiptare. Vazhdojmë bashkë? Okej.